Ahmed Kalaja është një predikues që ndez xhamit, por edhe komentet në Facebook. Ai është imami që nuk i shmangit askujt, as polemikave, as kamerave dhe as statusit viral. Dashuroje ose kritikoje, Kalaja mbetet një emër që nuk kalon kurrë pa bërë zhurmë. Përgjigjet e tij për besimtarët herë të bëjnë për të qeshur dhe herë për të reflektuar. Kjo është ajo që e bën të veçantë imamin Kalaja. Megjithatë, sot do të flasim për jetën e tij private. Edhe pse është vetëm 48 vjeç, imami është bërë gjysh. Ai është njëkohësisht edhe babai i 10 fëmijëve. Vajzën e madhe e ka 25 vjeç, ndërsa djalin e vogël e ka vetëm 3 vjeç. Ahmed Kalaja ka thënë se ai ka vetëm një vëlla, por do të donte të kishte një familje të madhe si ajo e gjyshit të tij, i cili kishte 12 fëmijë dhe për këtë arsye ai sot ka një familje të madhe. Në shenjë respekti për babain e tij, i ka vënë emrin e të atit djalit të madh, ndërsa një vajze i ka vënë emrin e gjyshës së gruas, për të cilën ka thënë se ishte një zonjë fisnike. Duke patur parasysh të drejtën që jep Islami një burri, që mund të ketë deri në 4 gra, lind pyetja, sa gra ka imami? Ai ka dhënë këtë përgjigje duke thënë se ka vetëm një grua, mozën, me të cilën ka dhe 10 fëmijë. Edhe pse feja e lejon të ketë deri në 4 gra, ai është shprehur se do të ketë vetëm një bashkëshorte në jetën e tij, për të cilën shprehet se është një grua e jashtëzakonshme dhe besimtare e denjë. Njëkohësisht është edhe nën e përkushtuar për 10 fëmijët e tyre.